Mirëmbrëma. Ky është emisioni Fije Jete në radio në valët e radios Paper FM 91.1. Unë jam Anila Sulstarova dhe sot kemi emisionin për dashurinë. Gjithmonë do flasim për dashurinë. Vetëm se në këtë të hënë do flasim për dashurinë jo fiks për atë që kemi në mendje. Teksa isha duke diskutuar për temën e emisionit me një njeri që unë ja çmoj shumë mendjen, ajo më thot pse nuk flet për hook up culture. Dhe unë nuk e dija këtë term. Më thash, ç'a është kjo? Ajo më thot, janë këto marrëdhëniet e shkurtra, marrëdhëniet disa ditore, javore, ose maksimumi mujore, ose këto që janë seks për një natë. Thash, aha, ti do një emision për njerëzit që bëjnë seks dhe jo dashuri. Ajo heshti dhe tha, ndoshta nuk bëjnë kur dashuri, bëjnë seks, po duhet eksploruar kjo si gjë. Dhe nga që të shtunën ishte edhe Shën Valentini, dita që na kujton diçka që është e thjesht në pamje të parë, por për disa e komplikuar. Na kujton pikërisht dashurinë. Na kujton faktin që kemi nevojë të duam dhe të ndihemi të dashur, të pranuar. Na kujton faktin që kemi nevojë të jetojmë në mendjen e dikujt, në ëndrat e dikujt, në mirëmëngjesin e dikujt, në natën e mirë të dikujt. Por sigurisht, në çdo zgjedhje që ne bëjmë, historia nuk fillon sot. Zgjedhja nuk e ka. Ajo që ne shohim sot është thjesht produkti i asaj që ka ndodhur vite më parë. Sepse secili prej nesh, kur futet në një marrëdhënie, është thënë në një emision tjetër, futet me hartën e brendshme të dashurisë, që është mënyra se si ti, unë kuptojmë se ç'është afërsia, ç'është siguria, çfarë është rreziku. Kjo hartë ndërtohet në marrëdhëniet e para, në mënyrën se si na kanë mbrojtur, si na kanë dëgjuar, si na kanë lënë vetëm, si na kanë braktisur, si na kanë tradhtuar. Prej këtyre mësimeve të para në jetë, ne ndërtojmë planetin e dashurisë, një planet tërësisht personal. Dhe në këtë planet kemi sinjalistika të qarta, nëse marrëdhënia është një vend i sigurt apo një vend që të dhëmb. Nëse kërkojmë të dëgjohemi, ndihmohemi për të kuptuar, apo duhet të përmbahemi, të mos shprehemi, sepse na kufizojnë, gjithmonë na kufizojnë. Sidomos vajzat dhe gratë i quajnë dramatike, të egzageruara, ndërsa djemt xheloz të marrin frymën. Kështu që ne bëhemi shumë të zotë të lexojmë dhomën sapo hymë, shprehjet e fytyrës, mënyrën si shikojmë, si qeshim, si na shtrëngojnë dorën. Këtë gjë, si stërvitje, si muskuj, i kemi forcuar shumë herët në jetë. Që fëmijë, kur kemi përgjuar prindrit. Kjo është arsyeja pse zgjedhjet tona jo vetëm në dashuritë e mëdha, po dhe në këtë kulturën e re të një nate, një javë apo një muaji, nuk janë zgjedhje aq të lira saç ti apo unë mendojmë. Të gjitha këto zgjedhje drejtohen nga ato që kemi përjetuar më parë. Sot jetojmë në një kohë ku lidhjet krijohen shpejt. Një takim, një natë, një afërsi e menjëhershme me dikë që e shikon diku. Ndonjëherë kjo mund të jetë si liri, si zgjedhje, si mundësi. Po, mund të jetë edhe kështu. Por nga praktika ime klinike, më linde drejta të ngrej disa pikpyetje. Është vërtet kështu apo është mënyra që ti zgjedh për të mos rrezikuar të lidhesh me dikë që mund të lëndoj, mund të braktis, mund të tradhtoj. Dhe kështu ti ndërton përmes mburojës me emrin e bukur liri, sjellje që në fakt thjesht shmang frikën nga lëndimi, apo preke e plagëve të së shkuarës tënde.
Kështu që në kulturën e re është zhvilluar aftësia për të qenë fizikisht me dikë, të lësh trupin në dorë të dikujt, por shpirtërisht të jesh i izoluar, të mos hysh thellë në një marrëdhënie, të ndihesh vetëm. Kjo është ndoshta një nga format për të mos u përballur me frikën e braktisjes apo me kujtimin e tradhtisë. Sepse për disa njerëz intimiteti nuk është vetëm dëshirë. Pikërisht intimiteti është vendi ku janë lënduar apo tradhtuar. Natyrisht, ky emision nuk ka as pak qëllim që të sulmoj apo fyej lidhjet e shkurtra. Sa më pak t'i gjykoj. Është thjesht për t'i kuptuar. Për të parë çfarë kërkojmë kur afrohemi me dikë, çfarë shmangim, çfarë përsërisim në mënyrë të pavetdijshme në çdo zgjedhje që ne bëjmë. Ti e di që po të bësh një analizë të gjithë partnerëve ose partnereve që ke pasur, kanë ca ngjashmëri të frikshme apo jo? Ngjashmëri në mënyrën se të trajtojnë, në mënyrën se të shohin, sidomos në mënyrën se çfarë emocionesh të aktivizojnë ty. Nuk ka rëndësi të kenë ngjashmëri fizike. Kanë ngjashmëri në mënyrën se si ti lejon të trajtohesh, si fal, si nuk fal, si largohesh. Kështu që pyetja e kësaj mbrëmje këtu në Paper FM është kur afrohesh me dikë, çfarë kërkon? Kërkon të duhesh? Apo kërkon që të mos jesh vetëm, qoftë edhe për një natë? Arsyet pse është zhvilluar kjo kultura e marrëdhënieve të shpejta janë të shumta sigurisht. Unë do ndalem vetëm në 2 prej tyre. Atë shtresën që është e dukshme, që lidhet me kulturën, me zhvillimin social, dhe atë shtresën e padukshme që lidhet me dhimbjet e tua, dhe secili nga ne i ka dhimbjet personale. Tek pjesa e situatave sociale, duhet ta pranojmë që në vitet e fundit, mënyra se si njerëzit takohen, lidhen, ka ndryshuar. Sot, njohjet bëhen përmes aplikacioneve, takimet organizohen shpejt, mundësitë janë të shumta, vendimi për t'u afruar ose për t'u larguar me dikë merret po aq shpejt, aq sa nuk jep fare kohë tjetrit ose tjetrës për ta njohur. Detektori i kapjes së çdo defekti të tjetrit është në maksimumin e vet. Ndërsa aftësia për të pranuar dhe për të kuptuar i ka në rëmbaterit. Në këtë kontekst, marrëdhëniet e shkurtra janë bërë të zakonshme, gati norm. Ka dhe një lloj presioni shoqëror të heshtur, sidomos tek brezi i ri 9-30 vjeç, që është të jesh pjesë e grupit, të mos dukesh njeriu më i habitshëm i grupit, të jesh pjesë asaj që po ndodh dhe madje edhe të futesh në grupin e të qenit i lirë, pa komplekse, pa kufi. E kuptojmë. Dhe sidomos për shumë njerëz në qytete si Tirana, Prishtina apo Shkupi, kjo është bërë pjesë e stilit të jetës urbane. Dalim për të pirë, për të qeshur, për të kërcyer dhe për të bërë seks. Asgjë të keqe këtu, sigurisht. Dhe në një nivel caktuar ka dhe madje pjesën e vet pozitive, sepse sidomos për gjininë femërore shihet si një liri për zgjedhje, liri për të eksploruar, liri për të thënë po, liri për të thënë jo. Por kjo është vetëm ajo që duket. Sepse përtej kësaj shtrese ekziston një tjetër shtresë, shumë më personale. Në fushën e psikologjisë, çështja është që mënyra se si jemi lidhur në fëmijëri bëhet mënyra edhe se si ne ndërtojmë aftësitë për t'u lidhur ose për t'u zgjidhur kur jemi të rritur. Në këtë kuptim njerëzit nuk hyjnë në marrëdhënie kështu si fletë e bardhë, hyjnë me një model të brendshëm për mënyrën se si duhet funksionojë marrëdhënia. Hyjnë me frikën që të mos jenë të tallur për gabimet që bëjnë, të mos jenë të fyer nëse nuk plotësojnë
pritshmëritë e tjetrit, të mos jenë të përçmuar, meqense ju dhe shpejt, të mos merren të mirëqen. Afërsia me dikë sigurisht është shumë e vështirë. Dhe ti e di që ka njerëz që janë rritur duke mësuar që sa më afër ti je shpirtërisht me dikë, aq më shumë mund të lëndohesh prej tij. Mund të humbasësh veten, mund të nënshtrohesh. Dhe kështu, si i rritur, ti këtë gjë e shfaq emocionalisht. Je fizikisht aty në një moment, po pastaj zhdukesh. Sa po kupton që tjetra përballë teje është emocionalisht shumë e dhënë, të duket shumë e nxituar si gjë. Dhe vendos gjithashtu ta mbyllësh si marrëdhënie sepse kjo gjë të bezdis, sepse nëse dikush shfaq afeksion për ty, emocione për ty, ti ndihesh në ankth. Në ankth nuk ndihesh sepse dikush ka emocione për ty, ka dëshire për ty. Në ankth ndihesh sepse ti nuk ke fuqinë, e ke dhe kapacitetin në fakt, po ke frikë. Ta lejosh veten, ta pranosh, sepse po ta pranosh do të thotë të hapësh. Në fushën tonë të psikologjisë kjo quhet frikë nga marrëdhëniet. Ka dhe disa njerëz që në anglisht quhen love bombers. Ky model, këta lloj njerëzish kanë një model të tyre të brendshëm që u ka munguar shumë vëmendje, shumë të qeni të dëgjuar, të përqafuar, të dashur. Dhe sa po shohin dikë që është vulnerabël, është vetëm, sulen në kuptimin e parë për ta mbushur me komplimenta, me dhurata, tekste intensive në çdo rrjet social të mundshëm, pyetje pafund, kërkesë për të parë me kamerën në mënyrë të vazhdueshme, nevojë për të ditur ku je, si je, bërje dhuratash që është për te çdo gjëje që mund të pranohet. Përdorimi i termave ti e fati im, ti e dashuria ime, ti e drita në fund të tunelit. Për këta njerëz të jenë afër me dikë kthehet në një urgjencë, lidhja kërkohet të mundësisht të zyrtarizohet në mënyrë të menjëhershme. Për tjetrin kjo është mbytse, i merr frymën. Kështu që tjetri fillimisht i përgjigjet se mundet ta shijoj fillimisht. Pastaj trëmbet, pastaj i merret fryma sepse është kudo i njëjti njeri që e ka njohur vetëm 2 javë më parë, 1 muaj më parë. Dhe frika nga kjo prangosje bën që të dyja palët në konfliktin e parë, në debatin e parë, thjesht arratisen nga njëri tjetri. Ama ka dhe një arsye tjetër pse njerëzit fshihen pas hookup culture, marrëdhënieve të shpejta. Dhe kjo jo rallëherë diktohet nga traumat e hershme dhe sidomos trauma e braktisjes. Kjo është plagë e vërtet. Pak njerëz janë të vetëdijshëm se sa kanë vuajtur nga braktisja. Dhe këtu nuk kam parasysh fëmijë që janë braktisur nëpër institucione rezidenciale. Këtu kam parasysh njerëz që kanë jetuar me familjen, po janë braktisur emocionalisht prej tyre, nuk janë konsideruar, janë injoruar. Mund të jenë tallur, mund të jenë fyer. Dëshirat e tyre kanë qenë teka ose përkëdhelje. Po flas për fëmijë të cilët kanë vuajtur që dikush t'i shoh. Dhe siç e kam thënë dhe në emisionet e tjera, një fëmijë kur nuk dëgjohet, kur nuk mendon që babai im ose nëna ime ose motra ime nuk ka aftësinë të më dëgjojë. Një fëmijë mendon, unë nuk meritoj të dëgjohem. Është problemi im. Dhe kjo kthehet në një bindje të thellë. Dhe bindja është nëse unë lidhem me dikë tani në moshën e rritur, me siguri nuk do më dëgjoj, nuk do më kuptoj, nuk do më pranoj. Dhe që unë të mbroj veten që kjo plagë e imja të aktivizohet,
plotësoj disa nevoja fiziologjike përmes lidhjeve të shpejta, por as pak të thella, i ndërpriten para se ato të bëhen shumë të rëndësishme, sepse kjo t'i jep iluzionin e kontrollit. Imagjino një vajzë takon dikë në një bar. Ai është shumë simpatik, shumë i këndshëm. Qeshin të dy, ndihen të afërt. Po të nesërmen e o qohet ikën. E ruan në celularin e saj, mos e hap këtë. E fut në archive, aty ku nuk i vinë njoftimet. Edhe kaq. Të nesërmen ose të pas nesërmen me shoqet e diskuton, as nuk i mbaj mend emrin. Kështu, duke e parë për së largu këtë skenar, duke si munges interesi, duke si arrogancë, e vërteta është që kjo vajzë, edhe këta djemë që bëjnë një të gjë, kanë shumë frikë të lidhen, kanë shumë frikë të hapin veten, kanë shumë frikë të duan dikë, dhe mendojnë që nuk meritojnë të duhen. Disa njerëz largohen jo sepse nuk duan të lidhen, por sepse janë mësuar që marrëdhëniet e rëndësishme të lëndojnë dhe plagët që merren prej tyre të marrin frymën. Në këto momente është momenti për të dëgjuar Amy Winehouse, You Know I'm Not Good. Rikthehemi në emisionin Fije Jeta. Në këtë emision po flasim për marrëdhëniet e shpejta, hook-up culture quhet në anglisht, e përkthyer marrëdhëniet për një natë, një javore, 2-3 mujore. Pra marrëdhëniet në të cilat njerëzit nuk thellohen për të kuptuar veten, për të njohur veten, për të lejuar veten të jenë të njohur, po marrëdhëniet që funksionojnë vetëm përmes sipërfaqësisë. Dhe në pjesën e parë të emisionit unë fola që ka një aspekt kulturor dhe social kjo gjë, por sigurisht për shkak të profilit tim edhe të mënyrës se si unë i shoh gjërat, fokusi do të jetë tek profili psikologjik i këtyre njerëzve. Dhe në këtë moment unë do flas për traumat e tradhtisë, sepse harta jonë e brendshme, modelet tona të brendshme që janë ndërtuar që përgjatë fëmijërisë janë me ngjyra të ndryshme. Dhe trauma e tradhtisë është një prej tyre. Është një nga plagat më të forta. Është atëherë kur besimi të është thyer nga dikush që për ty ka qenë shumë i rëndësishëm. Duhet të ishte njëri i sigurt, njëri që duhet të të mbronte. Është një prind, një shoqe, një motor që të ka tradhtuar emocionalisht duke nxjerrë sekrete që për ty në atë kohë kanë qenë shumë të rëndësishme. Dhe jo vetëm aq, po mbas ekspozimit të këtyre sekreteve vinte edhe një gjyq moral nga gjithë anëtarët e familjes. Ti ishe shkaktarja e një heshtjeje të madhe në shtëpi, e një zhgënjimi në sytë e babait ose të nënës. Një moment tjetër është kur përgjatë kohës që i rritur, kur një partner ose partnere të ka gënjur, duke pasur marrëdhënie të tjera, sidomos në momente që për ty kanë qenë shumë të vështira dhe që ke pasur nevojë për atë njerëz. Dhe këtu kam parasysh disa njerëz të cilët kanë kaluar kancer dhe pikërisht në momentin që janë diagnostikuar ose kanë kaluar periudha të vështira të kemiove, partnerët e tyre kush e di pse kanë ndërtuar marrëdhënie të tjera. Ose një vajzë që shoqëronte në spital për të bërë kemio. Dhe partneri ndërtoi një marrëdhënie tjetër. Dhe e keqja është që këta partner mund mos kenë fuqinë të rrinë afër dikujt që po vuan kaq shumë. Po të paktën të kenë ndjeshmërinë të mos akuzojnë që kjo tradhti erdhi për shkakun e këtyre vajzave. Dhe po, ky është një nga ato momente ku tradhtia e besimit nuk është aq tradhtia fizike, se bëri seks me dikë. Është sepse shpenzoi kohë me dikë.
Është ajo situata tjetër ku gjatë fëmijërisë siguria fizike të është shkelur apo injoruar nga njerëz të rëndësishëm. Një prind që zbulon që fëmia e tij po abuzohet fizikisht, seksualisht nga një njeri tjetër i rëndësishëm i familjes. Po zgjedh të hesht. Çfarë presim që të bëhet ky fëmijë që sheh që prindi që duhet ta mbrojë hesht përballë abuzimit? Ose ajo vajza që diku në një vend të Shqipërisë abuzohej nga djemtë e klasës apo pak më të rritur. Regjistrohej, shpërndaheshin videot e saj. Askush nuk e mbrojti. Këto janë traumat e tradhtisë. Ose në ato raste ku fillojnë që në moshën 12, 13, 14 vjeç, ku mesazhe private të nisura në grupe shoqërore ose personave të caktuara vendosin që t'i ekspozojnë fotot caktuara të vajzave të reja, t'i ekspozojnë. Kjo është trauma e tradhtisë. Dhe ekspozimi i fotove apo mesazheve shihet si një formë dëshkimi apo për si nevojë për treguar në thonjza sa i zoti apo e zonja është dikush. Ndërkohë që këta njerëz që ekspozojnë këto mesazhe apo foto, janë njerëz aq të dëmtuar, aq të tradhtuar, i kanë shkelur prindrit aq keq, sa kanë vendosur të bëhen si prindrit e tyre. Abuzues. Njerëz të këqij. Dhe kështu krijohet bindja tjetër, instalohet thellë në gjithë strukturën e personalitetit, që intimiteti është i rrezikshëm. Intimiteti është i rrezikshëm, po ndërkohë nevojat fizike janë aty. Nevoja për të qenë pjesë e grupit social është aty. Ndaj ndërtohet marrëdhënie me afërsi fizike ku lëkura preket, por nuk di asgjë për tjetrin. Ndërtohet një lloj kontakti pa pikën e besimit. Prania është fizike, po ndërkohë zemra është bosh. Personi mund të jetë shumë afër me dikë, po nuk lejon askënd ta ndjejë. Duket nga jashtë sikur është ftohtësi ekstreme. Dhe disa njerëz që nuk duan të krijojnë marrëdhënie kaq intensive emocionale ose as pak emocionale, jo intensive, zhvillojnë varësi të ndryshme. Varësia më e përqafuar në terma sociale është varësia nga puna ose shumë angazhime të tjera. Po ti e di që në thelb kjo është thjesht mënyra se si ti mbrohesh. Ka dhimbje që ne i përdorim si mburoja sepse ne e dim se çfarë është e ditur për ne, e njohur për ne. Kështu duke e njohur dhimbjen tonë, përpiqemi që të mbrojmë veten tonë nga ajo që është e panjohur. Dhe çdo njeri i ri që hyn në jetë, sado i kujdesshëm, i ndjeshëm, i dashur, i dhënë, shihet rrezik sepse nuk je mësuar të pranosh që dikush mund të dojë ashtu. Që dikush mund të dojë të të njoh, pa dashur të të lëndojë. Traumat e tradhtisë janë kaq të thella sa ti nuk mundesh ta lejosh. Dhe ke frikë të përsërisësh traumën. Ke frikë të bësh skenarin sërish. Dhe para se të kalojmë te kënga e radhës, do doja të të pyesja, ti si e mbron veten nga përsëritja e braktisjeve të shkuara? Si e ngacmon plagën që të dhëmb? Sepse ndonjëherë lidhjet më të shkurtra nuk tregojnë mungesë dëshire për dashuri. Tregojnë pikërisht që ke frikë nga dashuria.
91.1. Po flasim për marrëdhëniet e shpejta. Disa orëshe, disa javëshe, maksimumi 3 muajsha. Deri tani folëm për pse disa njerëz zgjedhin të rrinë në disa marrëdhënie të tilla. Në këtë moment doja që të flisja pak për çfarë ndodh emocionalisht me njerëzit që përfshihen në marrëdhënie të tilla, sepse trupi e përjeton marrëdhënien, edhe kur mendja nuk do të lidhet me tjetrin. Neurobiologjia flet qartë që rritet shumë oksitocina, aktivizohet dopamina, që lidhet me kënaqësinë që njeriu merr kur preket, kur puthet, kur bën qoftë edhe seks. Kjo do të thotë shumë, interpretohet shumë thjesht që trupi krijon lidhje, edhe kur mendja përvojën e ka, e sheh si rastësore, ose e sheh që sa të zbardhet dhe unë do iki, ose sa të marr kënaqësinë në momentit dhe unë do iki, sepse marrëdhëniet e shpejta bazohen kryesisht në kënaqësinë e momentit, në kënaqësinë e menjëhershme. Këtu ndryshon dashuria nga seksi. Seksi lidhet vetëm me marrjen e kënaqësisë menjëhershme, orgazmat e shpejta, pa njohur trupin e tjetrit, pa ditur si të puthesh, si të prekësh flokët, si të zbulosh pikat që i pëlqejnë më shumë, si të mësosh erën, çfarë ere vjen, si të provosh shijet. Seksi është i shpejt, fokusi është vetëm orgazma. Dhe seksi kërkon kënaqësi të menjëhershme, dhe është vetëm aq. Por edhe në këtë përvoja rastësore, thjesht për seks, trupi ndjen diçka, e regjistron si kujtim. Trupi është shumë inteligjent se sa mendja mendon. Dhe kur kjo marrëdhënie ndërpritet, të nesërmen trupi e ka të humbur tërësisht atë histori. Nuk është një ngjarje e rregulluar për trupin. Sepse sistemi biologjik e shënon si një gjë të rëndësishme, ndërsa sistemi arrogant mendori thot, haroje, ishte thjesht një natë. Një natë që të nesërmen emri në celular nuk është emër, është thjesht mos e hap, mos i përgjigj, ose ai që, ose ajo që, me përkufizime që t'jede qartë se kush është. Në shumë lidhje të shkurtra ndodh një lëvizje fortë dhe shpejt, një afërsi intensive në një mbrëmje dhe një distancë pothuajse menjëhershme pas. Përvoja emocionale është krejt e paqartë, sepse as trupi as mendja nuk e kuptojnë çfarë ndodhi, nuk ka hapësirë për të përpunuar çfarë u tha, si u tha. A ja vlen të ta njoh më shumë më gjatë atë njeri? Nuk ka një gjuhë për ta përshkruar. Dhe në të gjitha studimet, kur janë pyetur njerëz si ndihesh të nesërmen e një nate që ke kaluar me dikë që është i panjohur për ty, e ke takuar rastësisht, konfuzion, po ajo që ka dominuar është shpreha bosh. Tërësisht bosh. Ajo kënaqësia momentale harrohet aq shpejt. Njeriu fillon bëhet konfuz për ndjenjat e veta. Jo sepse përvoja është e gabuar në vetvete, por sepse ti nuk i dhe një kuptim asaj përvoje. Ti nuk i dhe një kuptim vetes tënde në atë përvojë, ti nuk i dhe një kuptim tjetrit në atë përvojë. Dhe sigurisht që në këtë moment aktivizohen plagët e vjetra. Sepse plagët e vjetra aktivizohen nga kjo braktisje që ti vetë braktisesh ose braktis tjetrin në mënyrë të menjëhershme. Dhe plagët e vjetra nuk janë gjithmonë trauma të rënda. Për shembull, plagë e vjetër është edhe kur ty të ka ngënjur në mënyrë të vazhdueshme gjatë fëmijërisë. Për shembull, kjo situata gati naive, kjo që do përshkruaj, ku mami dhe babi bëhen gati për të dalë, po ty nuk ta thon, ty të gënjejnë, dhe gjyshja, partnere në krim në këtë rast, bëhet pjesë e gënjeshtrave, huton fëmijën, hajde do shohim këtë, hajde do shkojmë këtu, ndërkohë që fëmia e sheh, e ndjen që ata po vishën, po bëhen gati, ata do dalin, dhe nuk do. Nuk do jo se ka një
pa kënaqësi pse prindrit do kalojnë bukur, po sepse do të jetë me ta. Dhe qara e tij apo këmbgulja e tij për çmë prindrit nuk lexohet si nevojë e fëmijës. Prindi ekonomizon kohën e tij, nuk merret me fëmijën për t'i shpjeguar që po unë do dal dhe do kthehem. Dhe ti do jesh me nënën. Por preferon që të mos harxoj shumë energji duke sqaruar fëmijën në fund të ditës. Ja lë gjyshe se cila e gënjen fëmijën dhe fëmia kthen kokën dhe ata nuk janë aty. Sa më shpesh të bëhet kjo, aq më shpesh fëmia kupton që njerëzit ikin. Mund të kthehen, po ikin pa të thënë. Dhe e beson ose jo. Kjo është një tronditje shumë e madhe. Se të jep ndjesinë e braktisjes, ndjesinë që ti nuk vlen të meritosh përshkrime, shpjegime, çfarëdo që të jetë. Ose janë këto momentet ku në mënyrë të menjëhershme prindrit ndërpresin kënaqësinë e fëmijës. I sheh shpesh nëpër parqe ose në kënde lojrash ku prindi është duke u marrë me celularin dhe krejt pa pritur u lodh duke u marrë me celularin dhe e thret vajzën apo djalin e tij për t'i thënë hajt se do ikim, ndërkohë që ai fëmijë ka nevojë pak për kohë. Dhe prindi thotë, "Ok, edhe 2 minuta, po hajt se do ikim." Dhe këto janë momente që të gjithë ne i regjistrojmë brenda vetes për t'i thënë vetes do përfundoj jo kur dua unë, kështu që se t'ja lë tjetrit shansin të përfundoj këtë gjë, të paktën e përfundoj unë. Dhe kështu ti bëhesh CEO i braktisjes tënde. Vojtja është njësoj. Thjesht ka ndryshuar pozicionet. Dhimbja që ndijmë pas një nate shpesh nuk i përket vetëm asaj nate. Ajo i përket historisë dhe gjithë lidhjeve tona të rëndësishme. Ka dhe një dimension ballkanik në këtë hookup culture, në marrëdhëniet e shpejta. Në kontekstin ton kulturor, kjo nxjerr dhe një stres tjetër. Jetojmë në një shoqëri ku bashkë jetojnë dy lloj normash. Nga një anë, në kulturën moderne, që e lejon e përqafon marrëdhëniet e shpejta, dhe nga ana tjetër, një gjykim moral tradicional që nuk është shuar përtej veshjeve, tualetit, sjelljeve që janë ekspozohen si liri. Zëri i stër gjysheve është aty brenda, të gjykon për atë natën që ke kaluar. Dhe ka një përplasje, një jetë emocionalisht të dyfisht, dhe në praktikën time klinike jo të rralla kanë qenë herët kur kam takuar vajza të reja, të cilat parimisht kanë qenë pro këtij stili jete, po nuk kanë nguruar që mbasi kanë treguar si vjen jetës së tyre seksuale, të përdorin fjalën kurv për veten e tyre. Kjo është përplasje shumë e fortë midis asaj që shfaqet dhe asaj që përpiqet të shtypet me forcë. Ka dhe një moment tjetër që është mpirja emocionale. Mpirja emocionale është mekanizëm në fakt që secili nga ne e përdor, ose nuk e përdor në mënyrë kaq të vetëdijshme, e përdor për të mos ndier dhimbje, e përdor vetë mendja këtë. Është më mençur, e përdor vetë trupi këtë, për të mos ndier shumë, për të mos u prekur shumë, për të mos u përfshirë shumë. Njeriu mpihet kur ndjen turp, kur ndjen që mund të braktiset, kur ndjen që nuk e do atë marrëdhënie sipërfaqësore, por nuk di si të ndërtoj marrëdhënie më të thella. Rastet shumë shpesh kam dëgjuar çifte të reja që thonë nuk kemi çfarë të flasim me njëri tjetrin. Jemi bërë si ata çifte 80 vjeçar që ulen dhe vetëm shohin të tjerët, sepse ne na kanë mbaruar bisedat. Unë nuk e di nëse është që kanë mbaruar bisedat apo ju refuzoni të njihni rrënjët e njëri tjetrit. Dhimbjet, të thëna ndoshta disa herë, sepse një histori ka disa shtresa emocionale. Sa herë ke kaluar një natë dhe ke bërë sikur s'ka ndodhur asgjë. Një natë me dikë të panjohur. Sa herë të ka ndodhur të jesh kthyer në shtëpi më bosh se sa dole.
sa herë ke shtypur ndjenjat e tua, sepse kishe frikë t'i kuptoja. Ndoshta në këtë moment është rasti të dëgjojmë një këngë nga Lily Allen, Apples. Rikthehemi në emisionin Fjejet e po flasim për marrëdhëniet e shkurtra. Ato që janë një natë, një javë, një muaj, të shkurtra. Dhe marrëdhëniet e shkurtra do quajmë çdo marrëdhënie që nuk lejon njohjen e thellësisë së tjetrit, por vetëm takime që fokusohen në marrjen e kënaqësisë së menjëhershme, dhe thjesht argëtimin momental. Nuk ka asgjë të keq të jenë marrëdhënie të shkurtra. Diferenca midis një marrëdhënie të shkurtër që nuk udhhiqet nga traumat e tua dhe një marrëdhënie të shkurtër që është zgjedhje tërësisht e lirë, dallimi është shumë i qartë, sepse dikush që zgjedh të jetë një marrëdhënie të shkurtër është shumë i qartë për atë që po ndodh. Ka ndershmëri me veten dhe me tjetrin, nuk ka pritshmëri të fshehura, nuk përjeton dhimbje apo nuk ngacmon dhimbjet e tjetrit, nuk fyhet, nuk lëndon, çdo gjë është ndërtuar mbi ndershmëri dhe mbi respekt. Në këtë rast, personi hyn me shumë vetdije në këtë marrëdhënie, nuk po kërkon të zëvendësojë diçka tjetër. Është shumë i qartë që marrëdhënia duhet të kufizuar, është thjesht si një urë për të kaluar nga një gjendje emocionale në një tjetër, po pa e rënduar tjetrin, pa e braktisur tjetrin. Pra është një zgjedhje e ndërgjegjshme dhe është shmangje atëherë kur njerëzit e bëjnë ti përkasin një grupi social, ndihen vetëm dhe të padëshiruar atë natë, ka një boshllëk shumë të madh që u merr frymën dhe ka nevojë që të jenë me dikë. Pra hyn në një marrëdhënie kaq të shkurtër thjesht të fashojnë plagët e tyre, po jo t'i shërojnë ato. Këtu do të flas edhe për një moment tjetër që ka njerëz, kryesisht tek vajzat, por edhe djemt, që i përdorin këto marrëdhëniet për një natë si formë vetë ndëshkimi. Nuk kanë as dëshirë të jenë me dikë, përkundrazi mund të përdorin pijen apo drogra të caktuara që të mpihen. Nevoja e tyre është që të fyhen, që të lëndohen dhe të nesërmen persekutori brenda vetes së tyre t'i lëndoj, t'i fyej. Pra, nuk mjafton vetëm lëndimi fizik, por në këtë rast edhe fyerja që vetë vajza i bën vetes së saj. Kjo është gjithashtu pjesë e përsëritjes së traumës. Këta njerëz nuk besojnë që meritojnë të duhen dhe madje kanë brendësuar zërin tallës dhe përçmues të prindërve apo të shoqërisë nëse janë bullëzuar në klasë për t'i thënë ti nuk meriton asgjë. Kështu që seksi nuk është që ti të kënaqesh. Seksi është për t'i thënë vetes sa pak vlera ke ti, që nuk di të ndërtosh asnjë marrëdhënie, di vetëm të bësh seks lart e poshtë në vende ndoshta edhe fyese. Thjesht që dikush të kënaqet, por ti të fyesh apo të lëndohesh. Këta njerëz, kryesisht vajza, sigurisht që duan shumë të jenë të dashur, të pranuar, të përqafuar, të përkëdhelur, por kanë ekstremisht frikë të ndërtojnë marrëdhënie ku këto tipare janë aty sepse nuk janë mësuar të menaxhojnë, nuk dinë se çdo thotë jesh e dashur, ti jesh e parë në sy, ti jesh e përqafuar për gabimin tënd, për defektin tënd, për historinë tënde. Kjo quhet iluzioni i kontrollit. Sepse nëse dikush ndërton këtë strategji vetë refuzime, atëherë nuk është i ekspozuar ndaj refuzimit të paparashikuar. Dhimbja mbetet, por është dhimbja e atij që e bën. Është e parashikueshme, është e menaxhueshme, është e kontrollueshme. Këto cikle shpesh mbështeten modele shumë të hershme, atëherë kur afërsia me prindin ka qenë e paqëndrueshme, ka qenë e ndërprer, ka qenë e kushtëzuar. Trupi mëson se lidhja është e rrezikshme dhe se duhet menaxhuar përmes intensitetit dhe shkëputjes së menjëhershme. Pyet veten, a ke zgjedhur ndonjëherë dikë që ti e di që nuk do qëndronte me ty? Që ti kishte dhënë gjithë sinjalet që është kalimtar në jetën tënde dhe kush e di pse ti vendose
që pikërisht atë njeri ta doje çik më shumë. Çfarë po përpiqesh ti provosh vetes? Marrëdhëniet janë shumë të vështira. Të lejosh të duan është shumë e vështirë. Të duash dikë me gjithë defektet e historinë e tij dhe të saj është e vështirë sigurisht. Po është kaq njerëzore dhe është kjo pikërisht ajo që ti ke nevojë. Marrëdhëniet e vërteta udhëhiqen nga dëshira për të njohur tjetrin, pranimi për tjetrin, pranimi për veten. E gjithë marrëdhënia ushqehet nga afërsia, nga siguria, nga vazhdimësia. Ndërsa në marrëdhëniet e shkurtra është i rëndësishëm momenti, intensiteti, madje edhe paqartësia. Dashuria kërkon kohë, qëndrueshmëri. Ta ekspozosh veten, të kesh sy dhe dëmshuri për të parë plagët e tjetrit. Është përgjegjësi e madhe të kujdesesh për veten, të kujdesesh për tjetrin, dhe kjo është dashuria. Por sigurisht që për disa njerëz është shumë e vështirë që kjo të ndodhë. Ka njerëz që thonë nuk kam fat unë në dashuri, jam e pa fat. Nuk e di, mundet. Po ka dhe shumë njerëz që pavarësisht fatit dhe ngjyrës së fatit, provojnë dhe ndërtojnë, të mësojnë të ndërtojnë diçka nga e para. Nuk është vetëm fat. Dashuria nuk ka një alfabet që shitet më fal. Është alfabeti që ti e bën vetë mbi historinë tënde, mbi vlerat e tua, mbi plagët e tua. Ti mund përdorësh plagët e tua si alibi për të mos u dashuruar, por të paktën kuptoje që ti kuptoje që është kështu. Për të pranuar që intimiteti me dikë nuk do të thotë që ti nuk ke kufi personal. Intimiteti me dikë nuk do të thotë që ti je gjithmonë i pasigurt. Intimitet do të thotë zgjidhje për të qenë e hapur, edhe pse rreziku gjithmonë ekziston. Po kjo është rritja në fund të ditës. Të marrësh parasysh edhe rritjen. Të kalosh nga i reagimi automatik që nuk kam nevojë për dikë, jam e zonja i Zotit vetes, dhe ky është reagim automatik. Është një mask, një mburoj simpatike natyrisht, të bën dhe interesant ndonjëherë, po e vërteta është që nuk ke një kuptim të vetes, ke frikë. Intelektualizon pafund, por ti nuk njeh se si funksionon sistemi yt emocional. Ke frikë ta njohësh. Sigurisht që të duash dikë dhe të lejosh të duan. Arrin të bësh diferencën midis lidhjes së vërtet, ndisi është tjetër, është ndisi paqeje. Dhe aktivizimit djegjes së plagëve të tua. Këtë mund ta bësh në mënyrë graduale, duke i njohur kufit e tu, të thuash kur nuk je gati, të mos pranosh diçka që të bën të ndihesh i përdorur, të mos përdorësh tjetrin për të rregulluar gjendjen emocionale, si për shembull ti e ke fajin që unë kam ankth, ti e ke fajin që unë u bëra xheloz, pse nuk i përgjigjesh telefonit menjëherë? Jo, ky është ankth yt, nuk është faj tjetrit. Nuk është faj askujt nëse ti je xheloze i pasigurt. Të rrish vetëm dhe me vetmin tënde dhe me kohën tënde mund ta bësh dhe duke qenë e dashuruar me dikë. Të jesh me dikë, të dashurosh dikë nuk do të thotë që të humbet hapësira personale. Është hapësira jote, askush nuk e shkel, mjafton ta kërkosh atë. Intimiteti është diçka që nuk ka nevojë të ndodhi vetëm për Shën Valentin. Dashuria nuk ka nevojë as pse të ketë data të caktuara, por me që është, le të jetë. Të duash dikë do të thotë të dish ta dëgjosh, të dish të përgjigjesh, të dish të rrish kur tjetri nuk është mirë, të dish të kthehesh tek biseda dhe kur je ndjer i lënduar pas një konflikti,
ta bësh prioritet në jetë, ta përfshish në jetën tënde, pa e përjashtuar. Nevoja e njerëzve për të qenë të dashur, për të ndjerë të dashur, ka qenë, është dhe do të jetë, sepse është njerëzore. Secili nga ne zgjedh se si ta përmbush këtë nevojë në varësi të hartës së plagëve tona emocionale. Në këtë emision folëm për lidhjet e shkurtra, për mënyrën si krijohen, për mënyrën si mbarojnë, për atë që ndodh brenda nesh. Lidhjet e shkurtra nuk janë armiku. Ato janë përvoja, janë zgjedhjet momentit, kanë vendin e tyre në jetë. E vërteta është nëse ti ke nevojë për të qenë në një marrëdhënie pak më të thellë, në një mënyrë për pasur kontakt me veten, me tjetrin, mund ta bësh. Pavarësisht se je i trembur. Të gjithë kemi nevojë për dikë që në thelb të na njoh dhe të rri me ne pasi na njeh. Për dikë që na sheh në momentet kur nuk jemi mirë, kur jemi të pasigurt, që nuk largohet sa po gjërat bëhen vështira. Afërsia për një natë, seksi për një natë është i lehtë. Afërsia që zgjat, të bësh dashuri, kjo është e vështirë. Nuk më the për cilën je gati ti. Natën e mirë nga Fije Jeta.